Njoftim quhet kur një person merr përsipër ta njoftoj ose kur njoftohet direkt personi. Në mënyrë absolute, nga data 3 gjersot, asnjë person nuk më ka ardhur të më thotë orë dhe datë, më dorëzoj një letër, dhe asnjë person nuk rezulton të ketë marrë përsipër një gjë të tillë. Unë kam 2 poste elektronike. Njërin e kam timen, tjetra është e parlamentit, të cilin unë nuk e përdor. E kam përdorur vetëm në një rast, në një korrespondencë e detyrueshme që t'jetë nga parlamenti dhe jo nga emaili privat, sepse parlamenti në atë rast komunikonte me një parlament tjetër të organizatave ndërkombëtare. Përdor vetëm atë rast. Po unë kam një gjë tjetër. Unë kam një numër telefoni që e njeh gjithë bota dhe që marr çdo ditë, me qindra mesazhe, dokumenta në WhatsApp, në sinjal, në SMS, dhe aty nuk ka ardhur asnjë gjë. Ata që s'kan ftuar mua kanë pas një hall. Por tani në këtë jetim me ftuar dhe unë absolutisht do vi të dëshmoj gjithçka unë di.